Në ditën ndërkombëtare të tokës, në njësi numër 5 në Karbunar, Bashkia Lushnjë organizoi një panajër tradit në Karbunar, dedikuar njerëzve të tokës, eksaktësisht në ditën e tokës. Në këtë promovim, bizneset e zonës mbushën stendat me prodhimet bujqësore, gatime tradicionale të sjella në këtë ditë nga bizneset e zonës, si dhe qendristaria dhe punimet e dorës të punuara nga gratë e zonës. Dita e tokës promovon prodhimet lokale dhe fermerët që mbajnë gjallë ekonominë familjare dhe jo vetëm, në kujdesin e veçantë të kryebashkiakes së Lushnjës Eriselda Sefa. Pjesë e këtij aktiviteti ishin banorët e zonës dhe 2 nënkryetaret e Bashkisë Lushnjë, Maldrita Bardhu dhe Edlira Mezini, si dhe drejtuesit e njësisë 5. Aktiviteti nisi me këngën e tokës, të kënduar nga grupi i fëmijëve të qendrës kulturore, me një aktivitet promovues të vallës popullore muzikare. Pjesë e këtij aktiviteti ishin dhe punimet e bëra nga nxënësit e shkollës 9-vjeçare Hysen Xheka, të cilët përsollën mesazhin e paqes në tokë dhe sa më shumë kujdes për gjelbërimin dhe botën që na rrethon. Bukuria e luleve në këtë stend të panajirit, ku u sollën lulet shumëngjyrëshe, u gërshetua me natyrën e një ambienti në qendër të kësaj njësie. Në fund, 2 nënkryetaret, zonja Bardhu dhe Mezini, vizituan stendat e mbushura sipas traditës së një panajiri dhe duke i falenderuar për këtë bashkëpunim, pikërisht në ditën ndërkombëtare të tokës.